japim një përshëndetje të heshtur rrënjëve tona, atyre që na mbajtën gjallë, edhe kur rruga na çoi larg. Ka diçka mallshtore nga ky flamur. Siç Timo Floko lexoi poezinë të madhe të Fanolit. O flamur o gjak, o flamur o shkap, o vende vatër o nënë bab, lagur me lot, djegur me flag, flamur i kuq, flamur i zi. Ai nuk flet, por kur ngrihet gre dhe zemra tona, na bën të ndihemi mirë e krenar për ngavime kush jemi. Jemi mbledhur për të festuar ditën e flamurit, ditën që na bashkon dhe na kujton prej ngavim dhe kush jemi. Tashmë, ftojmë flamurtarët të hyjnë në mesin tonë. Zonja dhe zotri, ju ftoj të gjithëve të ngrihemi në këmbë për të nderuar himnet tona kombëtare. Le të qëndrojmë në kënd dhe të mbajmë 1 minutë heshtje në nder të atyre që sakrifikuan jetën për lirinë tonë. Lavdi. Vazhdojmë programin me një vallë nga grupi Vatra, Vallja Rrugovës dhe koreografia është nga Joli Paparisto. I presim me një duar trokitje.
Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur bashkëdhetar, zonja dhe zotrin, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë mbrëmje të veçantë kushtuar ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Qytetërimin e një kombi nuk e dëshmojnë vetëm arritjet e tij, por edhe festat që ai ngrej me krenari. Dhe sonte ne jemi mbledhur për të nderuar ditën më të shenjtë të identitetit tonë kombëtar, 28 nëntorin, ditën që vullosi përgjithmonë lirinë, dinjitetin dhe aspiratat e popullit shqiptar. Me këtë festë ne dëshmojmë para botës se jemi një kombë me histori të lashtë, me tradita të gjalla dhe me kontribut të çmuar kudo që jetojmë. Flamuri unë Kyçezi, simboli qëndresës dhe krenarisë shqiptare, na bashkon sot. Ai na kujton se vlerat më të mëdha janë shpesh ato më të thjeshta. Familja, flamuri dhe kombi, themelën mbi të cilat kemi ngritur jetët dhe shpresat tona. Sonte me krenari ju njoftojmë se kryeministri i Kanadas, zoti Mark Carney, dhe premieri i Ontarios, zoti Doug Ford, kanë dërguar një urim të ngrohtë shoqatës sonë, duke njohur zyrtarisht 28 nëntorin si ditën e pavarësisë së Shqipërisë dhe duke vlerësuar rolin e shoqatës shqiptare të Vindzorit në forcimin e unitetit dhe identitetit tonë. Mesazhin e tyre e shihni në ekranet tuaja në 4 anet të sallës. 2 ditë më parë, në emër të gjithë komunitetit tonë, e ngritën flamurin kombëtar në Bashkinë e Vindzorit, City Hall, me nder të dyfisht. Si bijtë një atdheu që e duan pafund dhe si qytetar të Kanadas që na ka mirëpritur dhe mbështetur me mundësi të mëdha. Po ashtu, për 3 net rresht, ndërtesa e bashkisë së qytetit, City Hall, u ndriçua Kyçezi, një pamje mbreslënse që jam i sigurt se të gjithë e keni parë dhe shijuar. Minionit e veçantë i shprehim gjithashtu kryebashkiaku të Vindzorit, zoti Drew Dilkens, i cili nderoi shoqatën me proklamatën e pavarësisë, njësoj si edhe provinca Ontarios, që ka shpallur zyrtarisht nëntorin muajin e trashëgimisë shqiptare. Këto akte nderojnë kontributin e shqiptarëve në kulturë, arsim, ekonomi dhe jetë qytetare, kudo në Kanada, dhe u shprehen veçanërisht përmes proklamatës zyrtare që është dorëzuar komunitetit tonë këtu në Windsor në nder të ditës së pavarësisë. Në këtë mbrëmje solemne, dua të rikujtoj fjalët e vigurues sonë së shquar kombëtare Nën Terezës, e cila thoshte: "Nuk është se sa shumë japim, por sa shumë dashuri kemi për të dhënë." Këto fjalë na rikthejnë tek shqiptarit e parë që mbërriten në Windsor, njerëzit që hapën dyert, punën dhe zemrën për të tjerët, duke formuar themelët e komunitetit tonë. Andaj, kam nderin të përmend disa prej tyre: Gjevat Berberi, Azem Sela, Ilir Komini, Gent dhe John Gjinaj, Halil dhe Shaze Balla, Gjylizar Shena, Nazire Gjinaj, Ramazan Koliqi, Erlin Nurqe, Nik Kelaj dhe shumë të tjerë që i falenderojmë nga zemra për kontributin e dhënë. Në shajmin joje për kontributin e tyre, këtë vit komuniteti ynë shqiptar ndan certifikat me njohje dhe nderi për 30 vit me kontribut të çmuar ndër vite. Ata janë Doktor Titi Tamburi, certifikata do të pranohen në emër të tij nga bashkëshortja e tij, Doktor Ariana Tamburi, Ashim Ala, Det Shkreli tashmë ndjer, certifikata do t'i dorëzohet vajzës së tij, Viki. Ju ftoj në skenë të 3, Viki, Doktor Ariana dhe Ashim Ala. Ju ftoj në skenë. Me lëni të them pak fjalë për trashëgiminë kulturore dhe ruajtjen e gjuhës shqipe, si nga shpyllat më të rëndësishme të jetës sonë diasporë. Kultura jonë është ura që na lidh me rrënjët tona, me vendin nga vim, me historinë dhe brezat që vijnë pas nesh. Në këtë frym, grupi jonë valltar Vatra është bërë një ditare i gjallë e shpirtit shqiptar në Windsor. Me përkushtimin e palodhshëm të koordinatorës, mësuesës dhe nënave që nga ditët e para të themelimit, dhe me elegancën artistike të Joli Paparisto, koreografe dhe balerin, Vatra sjell para jush ritmet e vallave tona shqipe, jehunën e maleve e fushave, frymen e gjitha treva shqiptare
që rrojnë në zemrat tona. Një duar turkitje për grupin Vatra Juve. A dheu gjithmonë zemrat tona dhe dashuria për të ngjanje këngë që nuk mbaron kurrë. Në fakt, gjua shqipe është vetë zgjatimi i dheut, kudo që jetojmë edhe këtu në Mërgim. Andaj, jemi kënaqur që shkolla shqipe e Vinxorit në ndërtimin e mësueses Entela Bilalli vijon çdo të shtunë. Ju inkurajojmë të gjithë prindrit të regjistrojnë fëmijët, sepse ata janë e ardhmja, krenaria dhe vazhdimësia e kombit tonë. Së fundi, dua ta mbyll me një thirrje. Le të mos e tregojmë Shqipërinë vetëm nga larg, por ta mbajmë gjallë me veprat tona këtu ku jetojmë. Ta forcojmë shoqatën tonë, që ajo të forcojë fëmijët tanë dhe brezat që vinë. Gëzuar pavarësinë e Shqipërisë, Happy Independence Day Albania, rrof flamuri kuqezi, rrof kombi shqiptar, ju falenderoj. Falenderojmë dhe njerë kryetarin e shoqatës shqiptare të Windsorit Duran Kuqi. Nuk besoj se ka një popull që i feston festat kombëtare me më shumë dashuri se sa kombi shqiptar. Gëzuar! Shqiptarë të Windsorit, artistë talentuar, mësues të gjuhës shqipe, nëna dhe motra, miq të dashur. Faleminderit nga zemra. Për gjithë sa keni arritur në një kohë kaq të shkurtër, për shqiptarinë që përcjellni brez pas brezi, për ruajtjen e vlerave tona kombëtare në anën tjetër të globit. Lejoni të ndaj sot me ju dy fjalë zemre, duke marrë shkas nga kjo shtëpi e madhe që na ka mbledh të gjithëve sot. Së bashku po mbushim një vit suksesesh, që tregon sa shumë pasion e patriotizëm ka brenda nesh. Ashtu si edhe ju, detyra ime mbushi një vit. E gjysh kur mbrita dhe u njoftova për themelimin e shoqatës së re në Windsor, u gëzova pa mas. E ndava me ju momentin e themelimit vjet dhe si vjet, ngritjen e flamurit për herë të parë në historinë e komunitetit shqiptar në Windsor dhe kjo është një merit 100% e juaja. Faleminderit që na bëni krenar me flamurin më të bukur në botë të valvitet në qendër të qytetit. Faleminderit autoriteteve lokale për mbështetjen dhe gatishmërinë. Sot nderohemi me emrin tuaj dhe ju na ngrini kokën me dinjitet dhe na jepni krah për të shtyrë më tej marrëdhëniet tona dypalshe. Jeni një pjesë e komunitetit shqiptar, por jeni pjesa më e mirë, besoj, e komunitetit kanadez. E bëni më të mirë shoqërinë kanadeze. Shqipëria e Kosova, një pjesë e pandashme e identitetit tonë kombëtar, dy vende si motra dhe të vetmet në botë që kanë ngritur krah njëra tjetrës pas çdo sakrifice si simbol krenarie dhe pavarësie. Sot feston Shqiptaria, feston Tirana e Prishtina, Shkodra e Shkupi, Vlora e Mitrovica, Korça e Presheva. Çdo cep i botës ku fryma shqiptare jeton. Të dashur shqiptarë të Windsorit, ju ftoj të bashkohemi si një forcë e pandashme. Një komunitet që e mbështet njëri tjetrin dhe që ndan një vizion të përbashkët për të ardhmen. Ne jemi pasardhës të një historie të lavdifshme dhe është përgjegjësia jonë ta nderojmë atë duke qëndruar të bashkuar, duke promovuar vlerat tona dhe duke mbështetur njëri tjetrin në çdo hap si vëllezër e motra. Gëzuar festën e pavarësisë dhe ditën e flamurit. Gëzim e paqe në familjet tuaj. Faleminderit. Ndonë se largë vendlindjes, por në asnjë moment distanca nuk e zbej ndjenin e dashurisë që të gjithë kemi për Shqipërinë dhe Kosovën. Kjo distancë madje veça na shton dhe mban lart ndjenin e atë dashurisë ndaj kombit. Ndërshekuj, muaj nëntor ka qenë dhe mbetet muaj lavdisë dhe festa tona të përbashkëta. Me 28 nëntor, 1912 Ismail Qemali ngriti flamurin e pavarësisë në Vlorë, duke shpallur Shqipërinë të pavarur dhe të mëvetësishme. Shekuj më parë përkujtohen po ashtu se po të njëjtën datë, me 28 nëntor të vitit 1443, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në Kalan e Krujës, duke i dhënë shembull botës se një popull mbron identitetin e vet me besë dhe me shpresë. Po me këtë datë shënohet
me nderim të lartë edhe ditëlindja komandant legjendar Adem Jashari, sikur se edhe dalja publike për herë të parë e ushtrisë lirimtare e Kosovës. Duke i dhënë kështu shpirt e madhështi historisë tonë të lavdishme. Të gjitha këto momente të ndara në shekur, por të bashkuar në simbolik, formojnë një varg të artë, kujtese dhe krenarie, duke dëshmuar se rruga jonë drejt lirisë është ndërtuar mbi sakrificë, vizion dhe dashuri të pakushtëzuar për atë dheun. Andaj, sonte ndërsa neve festojmë, përkujtojmë në të njëjtën kohë me nderim e mirënjohje të gjithë ata që u përkushtuan, u flijuan dhe luftuan për ne që sot të jetojmë të lirë e të pavarur. Të dashur bashkëdhetarë, as Shqipëria e as Kosova, por as edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk do të ishin sot këtu ku jemi e ku kemi arritur pa mbështetjen dhe angazhimin tuaj si komunitet i diasporës. Andaj, me lejoni që në emër të ambasadës së Republikës së Kosovës në Kanada dhe institucionet të Republikës së Kosovës, t'ju falenderoj përzemërsisht për përpjekjet dhe për kushtimin e vazhdueshëm ndaj dy vendeve tona, ndaj Kosovës së Shqipërisë, për dashurinë pa kushte që jepni atë dheut. Urimet më të përzemërta me rastin e 113 vjetorit të mbretërisë së Republikës së Shqipërisë dhe po ashtu muajin e trashëgimisë shqiptare në Ontario. Zoti e bekoft kombin ton, dy shtetet tona sovrane, Kosovën e Shqipërinë dhe miqtanë kanadez. Ju faleminderit. Good evening, friends. My name is Herb Gill. I'm the Member of Parliament for Windsor West. I bring greetings on behalf of the Parliament of Canada, but also on behalf of the leader of the official opposition, Pierre Poilievre. I'm here representing not just my friends in the area, Kathy Burley, whose representative is here, but Dave Epp and Chris Lewis from Chatham, Kent, Leamington, and Essex. It is indeed a privilege to celebrate Albania's 112th Independence Day with all of you. A moment that reminds us all how strength, determination, and unity can change the course of history. In 1912, Albanians stood together as one people and claimed their own future. That same spirit lives here tonight. To the Albanian Association of Windsor, thank you for bringing us together, not just to remember a nation's journey, but to celebrate a community that strengthens our own. Albanian Canadians have contributed immensely to Windsor through business, through public service, through tradition, family, and an unwavering belief in opportunity. You remind us that when cultures meet, communities grow stronger. Tonight is not just about honoring independence, it is about belonging. It is about all of us standing side by side, stories intertwined, building something better for the next generation of Canadians. Unity built Albania. Unity built Canada. Unity builds Windsor, and that unity will shape the future we share together. So thank you for including me in this evening. The pride and the heritage and the togetherness that I see here is absolutely incredible. And at this time, I'd like to invite my friends Ardi, Jonia, and Uran of the Albanian Association to come up on the stage. I'm Jordan Katz, and I work with Member of Parliament Kathy Burley. Unfortunately, her schedule didn't allow her to be here today, but I spoke with her today, and both Kathy and her husband, Paul, have long considered the Albanian community their true and close friends, and they are absolutely heartbroken that they couldn't be here tonight. I thought about what I might say on her behalf, but then I looked down at the words that she wrote on her scroll, and I don't think I can express nearly as eloquently what she said, so I'll just briefly read that to you. In the heart of Windsor, Essex, the Albanian community continues to shine, bringing rich heritage, enduring resilience,
and a legacy of unity that strengthens Windsor and our region. Today we honor the spirit of 1912, the courage that shaped the nation, and the pride that carried across generations to families who now call Windsor home. That's on behalf of Kathy Borelli, your Member of Parliament for Windsor-Tecumseh Lakeshore. And with that, we'll take a picture, I think. My name is Mike Lesbrance. I'm the Executive Assistant to the Member of Provincial Parliament, Andrew Dowie. First of all, one thing that I really enjoy about attending these events is seeing how the different cultures weave the thread of their culture onto their children. And I really enjoyed the dancing group tonight and seeing how the Albanian culture is now being passed on to the next generation. Because while we're all Canadians, it's also important that we know where we come from and we pass that on to our children. And I promise I'm not going to make a long speech because I know you're all hungry. Today is a day to reflect on the strength, resilience, and rich cultural heritage of the Albanian people. Communities like yours are a vital part of the Windsor-Essex community and have made incredible contributions to the region through business, culture, volunteering, and the arts. Unfortunately, MPP Dowie could not be here tonight, but he extends his heartfelt congratulations to the Albanian Association of Windsor on this special day. Your dedication ensures that the traditions of your community are honored, that your connections are strengthened, and that the story of the Albanian community continues to be shared with pride. On behalf of MPP Dowie and also on behalf of Councillor Angelo Marignani, who's here representing the Mayor of the City of Windsor, I wish you a wonderful evening of celebration. Thank you. Më lejoni që sonte në emrin tim dhe të Konsullatës Përgjithshme po ashtu të Republikës Kosovës në Toronto t'ju uroj ju dhe gjithë shqiptarët kudo që janë për 28 nëndorin, ditën e flamurit, muajin e trashëgimisë shqiptare, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe po ashtu t'ju uroj ju gjithë qytetarëve shqiptarë në Windsor 28 nëndorin dhe ngritjen për herë të parë flamurit shqiptar në këtë qytet kaq të bukur. I nderuar kryetar I shoqatës, falënderit shumë. Kujtohet tashmë para një viti që kemi filluar një iniciativë shumë të vogël me një numër shumë të vogël personav, por që kemi arrit tani ta bëjmë një shtëpi kaq të madhe për gjithë shqiptarët. Falënderit për punën që e bani, falënderit gjithëve për përkrahjen që I keni dhënë kësaj shoqate dhe këtij ekipit mrekullueshëm. Më lejoni veç një fjalë fund kur I shoh përfaqësues tan fetar, cilët I përshëndes për pjesëmarrjen e tyne, më kujtohet veç një thanje, një këngë të bukur që thot nuk ka fe, as ka parti që përçan këtë shqiptari. Urime të gjithëve. Faleminderit. On behalf of Mayor Drew Dilkins, my colleagues on City Council and City Administration, I'd like to say congratulations on this very historical moment, and that is the Albanian National Heritage Month. As chair of the International Relations Committee, it was an honor to be at the flag raising, and there were three things that stuck out with me. First, the largest group of participants at a flag raising in the city of Windsor was the Albanian group, so that shows strength right there. Second, the amount of children that were there. As elected officials, we're here to have security for our seniors, to have jobs for our working class, but we're also here to create a future for our children. And there were many children there, and that really warmed my heart. Third, we didn't have the Canadian national anthem playing. We had the Albanian national anthem, but we didn't have the Canadian. And it was the Albanian community that said we have to have the Canadian national anthem play as well. And that really stood out, and that's what being Canadian's all about. It's celebrating the land that we're at, but also keeping our heritage. I am proud to say I am a friend of the Albanian community, and a little insight. As chair of the International Relations Committee, we are looking into developing a twin city with Kosovo
at the end of this year and probably early next year. So that's something that we can all look forward to. Thank you very much and enjoy your evening. Thank you. Fillimisht dua të konstatoj që nëse shqiptarizmi do ishte fe, nëntori padyshim do ishte muaj i shenjtë. 28 nëntori, sidomos, është kryefjala formuese, frymëzuese dhe historike e kombit tonë. Le të jemi të qartë, emri shqiptar nuk u gdhen nga lehtësia, por nga sakrifica, nga male që qëndronen si roje të një betimi të pathyeshëm, nga lugina ku liria pëshpëriste në përshekuj, dhe nga një popull që mbante identitetin e tij si një flak të pashuar në për korridorët më të errëta të historisë. Ky identitet është një thesar kulturor, me flamurin, gjuhën, traditat, zakonet, vallet, këngët dhe veshjet, europiane, autentike dhe breslënse. Këtë pasuri kombëtare që e kemi mbrojtur heroikisht me luftë, kurse si nuk mund ta dorëzojmë me mos përfillje në paqe. Është lashtësia e pellazgëve dhe jehona e ilirëve, vuajtja e arbërve dhe nga dhënimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut, krenaria e rilindësve dhe kryengritja e malësorëve, pavarësia e Ismail Qemalit dhe qëndresa e Adem Jasharit. Për më tepër, është shpresa pa epur se ditët më të mira janë ende përpara për këtë kom të sprovuar. Mbi të gjitha, është amaneti ndër breza i patretur, që pa Kosovë e Çamëri, Malsi e Maqedoni, jo, nuk ka Shqipëri. Organizimi ynë sonte shërben si tregimi më i bukur se si kjo ëndër siguron vazhdimsinë, madje edhe largat dheut. U plotësoft edhe atje si sot këtu. Rroft Shqipëria e Bashkuar dhe Zoti bekoft të gjithë shqiptarat këtu dhe kudo. This is a day of solemnity, this is a day of celebration, but this is also a day of acknowledgement. And we have a certificate of acknowledgement to give. And I will read here in Albanian. Për kontributin, angazhimin dhe përkushtimin e vazhdueshëm në forcimin dhe përfaqësimin e komunitetit shqiptar në Windsor, gjatë vetëm një viti aktivitet, shoqata ka arritur vlerësime, antarësime dhe mirënjohje të shumta nga shqiptarët dhe kanadezët. Fal punës së madhe dhe përkushtimit, u zhvilluan me sukses shumë aktivitete të ndryshme që pasuruan dhe bashkuan komunitetin tonë. Kjo certifikat mirënjohje i takon kryetarit të shoqatës sonë, Zotit Turan Kuçi. Vërtet këtë se prita, ishte një befasi shumë e bukur. Unë nuk kishte pika e skaletës së të bashkohemi bashkëbordi, por shumë faleminderit për këtë mirënjohje, vërtet nuk e prita. Në zonën befasi, ju dua shumë, ju çmoj për punën e jashtëzakonshme që keni treguar për këtë vit, dhe çdo të fjalë të mirë e të lavdit për ju. Faleminderit shumë, bordi nderuar, faleminderit shumë komuniteti dashur që na keni japur besimin dhe që kaq shumë po afroheni, mblidheni, kontriboni për komunitetin tonë shqiptar. Bashk do të shkojmë shumë larg, do të bëjmë gjëra të mira të bukura. Ju inkurajoj, faleminderit shumë. Edhe një herë faleminderit. Edhe pse e vogël jam, shumë guxim në zemër kam, për nëntorin të këndoj, që Adeun të nderoj, për këtë ditë të lavdëruar, të gjithë jemi të gëzuar, për simbol të shqiptaris, rof nëntori i liris. Hape krahet fluturove, thellë në kaltërsi. Ullëtove, qerdhen ku dhe të bësh ti, ty as gjës të mbush ka syrin, as kjo pem, as kjo gur. Më në fund moj trimëresh, bëre qerdhen në flamur. Të lumë goja është dhe një djalë të vogël, si ke emrin? Arman. Je gati? O flamur i dashur në gjyrë të ku që ke,
ty që ka valuar Trimi Skënderbej. Valove, shkove dorë me dorë, Ismail Qemali të ngriti në vlorë. O flamur gjak, o flamur shkab, o vende vatër, o nëne bab, lagur me lat, djegur me flak, flamur i kuq, flamur i zi. Po ty të lumë goja, një duar trokitje. Eja, si e ke emrin? Brillan. Flamuri yn vallon në bot, mërgin taret i thëret, jetni të ardhen me në qoke sonë, që ta kemi për gjithmonë. Të lumë, Brillant. Mirë se vjen, si e ke emrin? Elgerta. Je gati? Ditë e bukur, ditë krenare, ditë e bukur shqipetare, të gjithë të festojmë dhe flamurin të gëzojmë. Ne sot jemi të lirë dhe festojmë me dëshirë. Shqiptarët shumë gëzojnë dhe dëshmorën tonë nderojnë. Të lumë goja. I falenderojmë këto voglush, sa bukur këto poezi në Shqip. Faleminderit. Uran? Joli, unë mendoj që ke në vallën e fundit e ke bërë një befasi për sonte, si shtuke. Por ne do ta bëjmë një befasi ty dhe bordi i shoqatës të dhuron këtë buket në shenjë falënderimi për kontributin që i bën me fëmijët. Falënderit shoqata shqiptare Windsorit e Një dorë të vlerësoj tritje për pafund. Jolin, të gjithë ta fëmijë. Jeni shumë të mirë. Jam pjesë që Joli i trajnon dhe ne falenderojmë Kjo për është zemërsi. puna ime në fakt, po kur vlerësojmë djem gjithmonë mirë. Faleminderit nga zemra. E vlerësoj.
janë pak më të vështira se shduket dhe një turë tragedie për vallëtarët. Faleminderit. What's